Domatja është një nga perimet më të njohura për vlerat e saj kuruese. Për vlerat e saj ushqyese, domatja ka gjetur përdorim të gjerë. Ajo është e pasur me vitamina C dhe A. Gjithashtu, domatja përmban kripra minerale dhe acide organike. Është vërtetuar se domatet kanë veti magjike, janë të shijshme, ekonomike, por mbi të gjitha janë aleate të çmuara për shëndetin. Prania e madhe e antioksiduesve shkatëron radikalet e lira, cilësohet nga shumë ekspertë si dhuratë e natyrës, prandaj domatet luftojnë sëmundjet. Është zbuluar se këto substanca arrin rezultate të shkëlqyera, madje mund të krahasohen edhe me ilaçe tradicionale. Dhjetë kokra domate në javë, të freskëta, të gatuara apo produkte të saj, mund të ulin rrezikun e prekjes nga sëmundjet me 60%. Sigurisht që mjekët duan të bindin njerëzit të hanë domate dhe produktet që rrjedhin prej saj, pasi mund të reduktojë rrezikun e përhapjes së shumë llojeve të kancerit. Por kjo nuk do të thotë se ata duhet hanë vetëm domate, por domatet duhet të jenë shoqërueset e para të një diete të pasur ushqimore me fruta dhe perime. Laboratori i arti i natyrës është në gjendje të na ofrojë gjithçka, sidomos kur shkenca ka zbuluar me kujdes virtytet e produkteve të saj. Kërkimet mjekësore që shtohen vit pas viti kanë treguar se domatet dhe produktet e tjera ku ato përdoren kanë aftësinë të jenë antikanceroze dhe të ulin rrezikun e zhvillimit të kancerit. Sipas ekspertëve, konsumimi i rregullt i saj ul pothuajse me 3 herë mundësinë për të prekur nga kanceri i prostatës, i mushkrive apo pankreasit dhe se efekti mbrojtës i detyrohet tërësisht likopenit, përbërës që gjendet me shumicë te domatja dhe është një armë e fortë në luftën kundër kancerit. Fillimisht, diçka e tillë dukej e pamundur, por faktet tregojnë se likopeni dhe antioksiduesit e domates mund të parandalojnë dhe reduktojnë zhvillimin e llojeve të ndryshme të kancerit, sidomos ati të prostatës të meshkujt, ndaj konsumimi është i rëndësishëm për organizmin. Citro është një frut me origjinë greke. Në pamjet e parë ngjan me portokallin, por ka një shije më të athet se agrumit tjetër të ngjashëm. Aktualisht, ky frut është i përhapur edhe në vendin ton dhe pakujt mund të ketë shkuar në mendje se sa vlera kuruese ka ai. Mjekësia popullore tregon se ky lloj fruti që piqet plotësisht gjatë stinës së vjeshtës ndihmon veçanërisht në tretjen e ushqimit. Gjithashtu citro pakson rrjedhin e gjakut nga mishi dhëmbëve si dhe shëron ftohjen dhe bën të mundur stabilizimin e kolesterolit. Ky frut rekomandohet të përdoret nga personat që kanë mangësi me sheqerin, pasi ndikon në rritjen e nivelit të tij në organizëm. Ndërsa për të gjitha ata persona të cilët kanë vështirësi në tretjen e ushqimit, rekomandohet të përdoret këshilla që vijon. Merren 100 gram rënjë citro, zihen në 500 ml ujë derisa të avullohet gjysma e tij. Lëngu i përfituar, pasi filtrohet, përzihet me një sasi të barabartë vere të kuqe të vjetër. Nga ky lëng,
këshillohet të merrë 1 deri në 2 gota në ditë. Edhe pse në shije jo fort e ëmbël, qitro ju rekomandohet personave që kanë nivelin e sheqerit të ulët, pasi në përbërjen e tij fruta ka tepër glukozë.